me 20 shkurt në Tiranë, me 20 shkurt në ora 6, Tirana e tëra derdhet në rrugë dhe bulevard të saj. Shqipëria në Tiranë, t'i dalim zot Shqipërisë, t'i japim goditjet e merituara regjimit anti-shqiptar të Edi Ramës. T'ja nxim çdo ditë gjerë në largimin e tij. Ne me asgjë s'ndalemi. Ne jemi njerëz që besojnë të vërtetën. Ne jemi njerëz të idealeve të ndershme. Njerëz që duam këtë vend të jetë toka e bekur e shqiptarëve. Këta janë armiqt pushtuesit më të egër që kemi njohur. S'na lidh asgjë me ta. Këta kanë kryer krime të shëmtuara për të cilat këta të gjithë duhet të shkojnë atje ku mbahen kriminalët dhe fajtorët.